Giulio dhe Alban Beqiri. Sigurisht që edhe atmosfera është elektrizuar këtu në Parkun Olimpik Fethi Borova, ku po zhvillohet OTR Fighting Night, një nga eventet më madhështore të boksit shqiptar, ku natyrisht marrin pjesa boksierët, disa prej tyre më të mirët në vendin ton. Po sigurisht që Alban Beqiri e ka dëshmuar edhe në të shkuarën që është një nga më të mirët, pa diskutim. 8 ndeshje, 8 fitore, 6 prej tyre me knockout. Ndërkohë me mua do të jetë Varrosi, një nga artistët më të njohur në tregun e muzikës shqiptare. Përshëndetje. Edhe shumë faleminderit që më ftove. E kisha çik me siklet si fillim, po e kuptoj që ti pas ke punën më të mirë këtu sonte. Natyrisht që kemi mundësinë për të ndjekur e për të shijuar magjinë e këtyre ndeshjeve shumë të forta. Me Alban Beqirin, i cili na ka mësuar me sukseset me knockout, ka fituar 6 nga 8 prej tyre, por do të presim pikërisht pas këtij momenti për të komentuar diçka më tepër. Super fight, let's go! Si e ke parë Alban Beqirin, por dhe gjithë boksierët shqiptarë gjatë këtyre ditëve në përgatitjen e OTR Fighting Night? Me thënë drejtën, kjo ishte një nga ndeshjet që isha më excited për me pa, sepse Albani është një boksier shumë i fortë shqiptar, dhe i ka gjithë zemrat e tifozëve, si që shef dhe vetë. Çunat atje nuk pushojnë fare, e përkrajnë gjithmonë. Vetë organizimin e këtij eventi, si e ke parë? Ke qenë së bashku me Noizin, Rigel Serajkun në aktivitetin, në organizimin e kësaj mbrëmje të boksit? Nuk kam qenë me të gjithkohës, po i kam pa disa momente të organizimit dhe jam shumë i kënaqur që kjo po ndodh, sepse është diçka shumë e madhe për boksin shqiptar. Edhe shpresojmë ta çojmë sa më lart. Ndërkohë që Alban Beqiri e ka nisur shumë që në fillimin e kësaj sfide, ndoshta edhe i emocionuar pak nga tifozët. Ja, tifozët veç sa i japin zemër më shumë Albanit, ai ushqehet me këtë. Me këtë emocion, me këtë adrenalinë. Me adrenalinën që japin tifozët. Sigurisht që kemi një mbrëmje të gjatë, kemi patur mundësinë për ndjekur shumë sfida të forta, por Alban Beqiri natyrisht që edhe fal statistikave, por dhe kundërshtarit që ka përballë rezervon një sfidë shumë të fortë, dhe ti e cilësove se është një nga ndeshjet që e ke pritur ndoshta për të ndjekur? Po. Unë e pëlqej shumë Albani si boksier, është i papam, edhe jashtë ringut është një nga djemë më të mirë që kam takuar, shumë i respektueshëm. Edhe është boksier im, një nga boksierët e mi më të preferuar shqiptar. Duke qenë se pak më herët ishte edhe vetë në ring, çfarë emocioni ka të performosh përpara një audiencë sportdashëse, krahasuar me një audiencë që ndoshta është dedikuar vetëm për ty, ndërkohë në krahun tjetër sot është një emocion i veçantë, besoj. Është emocion, është shumë emocion, sepse ke ato emocionin, o zot, fito ai lojtari që ti po e nxjerr, ai boksieri që ti po e nxjerr në ring. E përshëndes dhe Luizin, bravo Luiz për fitoren. E pati shumë veçantë në ndeshjen ndaj një boksieri serb. Po shumë emocion, kur shkel aty mbrenda ringit, shumë emocion i bukur, është shumë i veçantë. S'ka të bëjë me skenën e muzikës fare. Gjithsesi, le të themi në një farë mënyrë edhe sporti, edhe arti dhe muzika janë lidhura të gjitha me njëra tjetrën, nga si qëllim për të dhuruar spektakël, për të dhuruar emocione. Edhe besoj se edhe Albani edhe në këtë përballje po e bën mjaft mirë detyrën. Ishte një situatë shumë interesante, një moment që sigurisht që i ka lënë gjurmë kundërshtarit e tij. Po. Jemi vetëm në raundin e parë. Ndërkohë që tifozët nuk ndalojnë pas një çast. Kur për Albanin tifozët, prandaj Albani është një nga mjaft mirë. Ega! Më falni se kam nga emocionet. Sigurisht që janë momente delikate ku çdo kush përfshihet emocionalisht, aq më tepër ditën e pavarësisë. Po. Është gëzuar gjithë shqiptarëve. Shpresojmë që edhe Alban Beqiri të bëjë detyrën më së miri ashtu siç po realizon deri në këtë çast. Deri këto momente duket që Albani do e bëjë detyrën shumë bukur. Dhe ka përfunduar raundi i parë, kemi patur mundësinë së bashku me artistin e mirënjohur Varrosi për të komentuar së bashku. Falenderojmë dhe durojmë shumë sukses. Shumë faleminderit, ishte një eksperiencë shumë e bukur, edhe urim Albanit. Hajde Alban, fitore. Ishim me Varrosin, ndërkohë që vetëm pas pak çastesh do të vijojmë sërish me emocionet e kësaj përballje. Do të jemi edhe në 5 raunde të tjera, gjithmonë se do të shkojmë deri në fund mes Joel Giulios dhe Alban Beqirit. 30 vjeçari i lindur
në Barcelonë të Spanjës, aty ku dhe stërvitet me origjinë nga Kolumbia, 39 fitore në karrierën e tij. Pa diskutim ka patur një ecuri shumë interesante, ka patur një karrierë të gjatë, 33 nga 39 ndeshjet i ka filluar me knockout. Por përballë ka pikërisht Alban Beqiri, një nga boksierët më të mirë shqiptar. 8 ndeshje në boksin profesionist, 8 fitore për 29 vjeçarin. Nis këtu ky round i radhës, gati për të dhënë maksimumin dy boksierët në ringun e Parkut Olimpik Feti Borova. Ka qenë një round i parë i kujdesshëm, tet elegant me Beqirin dominues ndaj një rivali tepër të fortë, gjithsesi ka edhe shumë minuta në vijim. Do të presim që të marrim maksimumin nga boksieri Kuqezi, i cili po kalon një moment mjaft të mirë, jep disa goditje radhës i kundërshtarit të tij. Joel Giulio është nuk e ka pritur një nisje të tillë të Alban Beqirit. Tet agresiv Beqiri. Ka patur gjithmonë mbështetjen e tifozëve në gjitha ndeshjet e tij, nuk mungojnë edhe në këtë përballje. Teksa kemi sërish me kolegun Erion Xharo, Alban Beqiri, fituesi i zemrave të tifozëve. The Immortal, i pavdekshmi, do ta pyes pastaj nëse fiton normalisht. Nga ka lidhur kjo ide e këtij pseudonimi që mua më pëlqen kaq shumë. I pavdekshmi. Kam përshtypjen që me intuit, me logjik, mund të them se nuk e krijon në mundësinë as pak kundërshtarit të tij për të reaguar, diçka që e bëjnë vetëm ata që nuk kanë çfarë të mbasin, të pavdekshmit. Kam përshtypjet e mia pse mund ta ketë vënë. Në kampionat botror ka luftuar me një dorë të thyer dhe ka dalë në vendin e tretë. Me dëmtim Në Beograd, në Serbi. Për të theksuar në ditën e pavarësisë. Është një gjë që të marrësh një luftëtar të përgatitur mirë, sepse në boksin profesionist ka vetëm një ndeshje, kurse kur shkon në kampionat botror, shorti sjell lloj-lloj. Disa kundërshtar. Dhe në ndeshjen e fundit, aty ku duhet të ikte pra, po ta fitonte dike i tretin boks, ka qenë i dëmtuar, i çarë, me dorë të thyer dhe ka hyrë dhe ka fituar ndeshjen. Dhe kjo e bën të pavdekshëm. Kam përshtypjen se mbas kësaj fitore ja ka vënë emrin vetes, ose ja ka vënë pjesëtar të Besoj se do ja ketë vënë dikush tjetër. The Immortal. E sfidon kundërshtarin e tij. Kam studiuar në fillim thot në intervistat e tij mbrojtje. Pra boksin unë nuk e kam nisur nga sulmi, kam nisur nga mbrojtja. Këtë gjë e kam dëgjuar, është një déjà vu për mua, e thot. Ja të mirë Alban Beqiri. E thot as më shumë as më pak për Mike Tyson. Mike Tyson fillon të çdo gjë nga mbrojtja e tij. Shumë njerëz mendojnë që Mike Tyson ishte një sulmues i frikshëm. Por Mike Tyson dilte mbi gjitha të mbrojë në mënyrë fantastike. Nga mbrojtja fillon të sulmoj. Sigurisht që do të kërnojmë me arritjet e Alban Beqirit. I pari sportist shqiptar që deri tretin boks, solli një medalje në vendin tonë. Gjatë që kur boksi është shpikur në Shqipëri, ka patur një periudhë që unë ndalua në periudhën e komunizmit dhe pastaj nga 90-a e këtej, por edhe më përpara, edhe nga 90-a e këtej është i pari boksier shqiptar që deri treti në botë, në boksin amator. Boksin olimpik. Po, në boksin olimpik. Ashtu siç kanë qefë ti thonë. Ta cilësojmë në gjuhën e tyre. Ata kanë qefë. Ne i themi amator, pa ta thonë boksin olimpik. Sepse amator në gjuhën shqipe ka pak konotacion jo fort pozitive, ndaj edhe unë po mendohem tashmë. Jemi dakord. Boksi olimpik. Dy raundet e para kanë folur në favor të boksierit Kuqezi, ndërkohë që do të presim edhe 4 të tjerë në vijim, gjithmonë nëse nuk do të kemi një knockout. Alban Beqiri e ka tentuar disa herë në këto 6 minuta të para, megjithatë gjithçka mund ndodh në vijim, të presim e të shohim çfarë do të sjellë kjo pjesë e tretë, ky raundi i tretë i Alban Beqirit që e ka nisur vrullshëm zagoditje me të majtën. Pozicionizohet mjaft mirë Alban Beqiri, tjetër tentativë me djathtën. Iniciativa shumë interesante e Beqirit.
Lufton me duart e ulura poshtë, është luftarak, ditë mbrojt mirë, ditë sulmoj mirë. Alban Beqiri nuk ka asnjë të çarë në lojën e tij të përgjithshme pra të boksit. Nuk e gjen dot një pikë dobët. Zor se ja gjem një pikë dobët. Vetëm kur ri pas stërvitur shumë, ajo është pika e dobët, i duhet patjetër që të kthehet në formë. Mirë po, eventet tona të shpeshta të boksit, sidomos kohët e fundit, ja kanë kurzuar. E kanë mbajtur në formë. E kanë kurzuar që për asnjë çast mos e ul vigjilencën. Konkretisht pyetjes kush është gjëja më e vështirë për ty në boks është stërvitja e gjithkohës, që të rish gjithkohës i stërvitur dhe dieta. Me dieta të rrepta Alban Beqiri Mjaft mira e djaft. në të kaluarën duke mbajtur dieta të forta për të rënë nga pesha, duke qenë se në Shqipëri vetëm kohët e fundit kanë filluar nutricionistët kanë kaluar gati, janë bërë diabetik sepse mbante dieta strikte, strikte të tmerrshme. Kështu që kam vendosur bashkë me skuadrën e tij me Sad Bushatin një grup që të merret pikërisht me shëndetin e Beqirit. Ku çfarë duhet hajë? Këtë një dietë nutricioniste që mos ketë shqetësime të paktën në këtë drejtim. Po. Zgjedhje mjaft e mirë. Kjo është një hap tjetër drejt të profesionalizmit akoma dhe më të lartë. Kam përshtypjen që nevojiten në sportet profesioniste që të jetë skuadra e kompletuar në të gjitha drejtimet. Absolutisht. Madje bashkëshortja e Sejt Bushatit e ka parë një moment të lodhur dhe i ka thënë Sejtit Çfarë breshëria. Bëj një analizë për diabetin dhe Albani ishte super sportist, si më thënë diabetik. Dhe ka vajtur, ka bërë analizën dhe ka dalë tillë. Çfarë djathtë potente. Alban Beqiri po e dominon në çdo drejtim kundërshtarin e tij. Nuk ja heq syt për asnjë çast. I ka hedhur një vështrim të frikshëm. Alban Beqiri. I pavdekshme. Mjaft mirë. E vendos përpara një breshëri grushtar sërish. Nuk di të ndalet. Thjesht i shmanget kundërshtari dhe e majt ishte në fytyrë. Tjetër situatë është kundërpërgjigjur, por pa i krijuar probleme Alban Beqirit. Përfundon këtu edhe raundi i radhës. Por gjithsesi, dueli bukur në fund fare të raundit u zgjua. U përpoq kundërshtari. U zgjua që të reagonte rivali i tij, Joel Giulio. Kolumbiani, i cili stërvitet në Spanjë, në Barcelonë, 38 vjeç, por më bëri shumë përshtypje. 39 fitore, 33 prej tyre i ka arritur me nokaut. Shifra realisht madhështore do thoja, por të paktën në ring ndaj Alban Beqirit nuk e ka dëshmuar as pak atë cilësi që ka reflektuar në ndeshjet e shkuara. Duhet të kuptojmë drejt pra. Është një veteran, është në mbyllje të karrierës, është super i rrezikshëm dhe ka qenë i vetmi që ka pranuar ndeshjet me Alban Beqirit. 12 fitore, 12 ndeshje. I jashtëzakonshëm, i pamposhtur në ring. Fantastik. Alban Beqiri. Ka startuar dhe ky round Alban Beqirin që e ka nisur aty ku e la. Vrullshëm, agresiv, i përqendruar dhe gati për të arritur një tjetër fitore. Alban Beqiri. E fillon lart edhe pastaj goditjen e çon në trup, e çon poshtë. Ose anasjeltas, e fillon poshtë dhe e mbyll lart. I shpërndan goditjet në mënyrë fantastike Beqirit. Këtë iniciativë, ajo goditje me djathën shumë e fortë. Të dyja, edhe më të djathtë. Full power. Me fuqi maksimale pra. Në gjuhën tonë bukur shqipe. Në ditën e saj të paktën. Një nga thesaret, ka përshtypje thesaret më i madh që kemi ne si popull është gjuha jonë. Një nga gjuhët më të veçanta, jo më të veçanta. Më e veçanta. Më e veçanta sepse nuk ka nga më të vështira për të mësuar gjithashtu. Nuk ka prejardhje. Nuk ka prejardhje nga asnjë gjuhë tjetër. Nuk bën pjesë në asnjë grup gjuhësh të tjera. Është the one and only. E para dhe e vetme. Sigurisht që Alban Beqiri
Vazhdon e përsia, vazhdon. Vazhdon të marrë qendrën e ringut, vazhdon të shtyj kundërshtarin, i afrohet me kokën përpara me duart e ulura, duke patur një besim të jashtëzakonshëm tek reflekset e tij mbrojtëse. Alban Beqiri i pavdekshmi në plot kuptimin e fjalës dhe në këtë sfidë, po e dëshmon më së miri. E ka patur shumë të vështirë rivali i tij për të reaguar. Majt ansoren mjekër e ka mbajtur atë goditje Julio, Joel. Tjetër moment ajo e djathtë, fort, potente, e rrezikshme. Shohim që në pjesën e majtë të fytyrës ka shqetësime edhe për kundërshtarin e Beqirit. 38 vjeçari me shumë eksperiencë. Shko se si i ikë, se si shpoton gushtave të ti. Tjetër breshëri, mjaft mirë Alban Beqiri. Pjesë e forcave të armatosura të Shqipërisë. Absolutisht me nderuar me gradën më të lartë. Sigurisht që një nga ligjet më të mira që ka bërë qeveria shqiptare për sportistët. Për të vlerësuar edhe çka japin kontributin për kombin shqiptar. Absolutisht. Sporti nuk është një mundësi aq e gjatë për krijuar karrierë, duhet menduar për sportistët dhe pasi ata të kenë përfunduar aktivitetin e tyre. E bëjnë të gjitha shtetet europiane, Italia sidomos që ne e njohim shumë mirë me sportistët e tyre. Duhet ta kishin bërë më përpara. Më shumë vite më përpara duhet ta kishin bërë. Megjithatë më mirë vonë se kur. Absolutisht, por më vjen keq për ata sportistë që kanë qenë pjesë e Shqipërisë dhe kanë ikur, kanë ndruar, pikërisht sepse nuk kishin një mbështetje. Flas për vite përpara, mbase dekada. Duhet ta kishin bërë që në fillim, të paktën për sportin. Gjithsesi, jemi gati për raundin e 5, jemi gati për një tjetër duel interesant për 3 minutat e radhës. Do të jemi në 6 i stërvitur në mënyrë fantastike. Raunde me nga 3 minuta. I stërvitur në mënyrë fantastike Joel, Julio. Nuk shoh lodhje. Shmangu kundërshtari i pavdekshmi e ka dominuar deri në këtë çast këtë sfidë. Natyrisht që ka probleme për kundërshtarin e tij, do të mahet koha. I gëzohet edhe mbështetje së publikut kuqezi Alban Beqiri. E shfrytëzon këtë ndërprerje dhe trajneri ka i probleme dorezat kolumbianit. Gjithçka tani është gati. Ka thënë boks Marcel Dhima dhe jemi sërish me duelin ton. Këtu në Fetie Borova dëgjohet vetëm Alban Beqiri. Emocionues. Alban Beqiri me breshërinë e gushtave të tij që elektrizon tifozët. Sërish tjetër iniciativë, kërkon ta fitojë me nokaut këtë sfidë. Absolutisht, si mundet që mos kërkojë nokautit Alban Beqiri duke parë pritjen e këtij publikut zjarr, duke parë brorimat e tyre. Absolutisht e ndjen për detyrë. Ka një kombinim perfekt goditjeve. Shpejt, i sakt. E sfidon kundërshtarin e tij, i cili e ka vuajtur shumë këtë përballje, i ka vuajtur shumë goditjet, megjithatë ka rezistuar.
Ndërkohë që jemi në sekondet e fundit të këtij raundi të 5. Me Alban Beqirin që ka qenë dominues të faktën deri në këtë çaste. Mund të themi në plot kuptimin e fjalës se është superior ndaj kundërshtarit të tij. Erion Si parashikon 3 minutat e fundit. Beqiri kërkon nokautin me do e mos, me ngulm, po luan me kundërshtarin, por nga ana tjetër e ka si motiv personal për ta hedhur në tapet. Pra, do patjetër ta hedhin tapet. Shikoj çfarë bën. Mundohet që ta ftojnë duel, mundohet që ta bëjë që të gabojë kundërshtarin nga eksperienca që ka. Joel Julio është me të vërtet një bokser. Çfarë breshërie, çfarë momenti! Ditë mbrojt mirë, shumë i zgjuar, shumë inteligjent dhe nuk bie pre e provokimit që i bën Albani. Albani i afrohet që ta godas ai. Pra, kolumbianit ta godas, ndërkaq që Albani ti shmanget dhe ta godas, ti bën një counter strike apo kundër sulmi. Por nuk bie në grackën e Albanit sepse ka jashtëzakonisht shumë eksperiencë. Gjithsesi ka përfunduar dhe raundi 5, timi në raundin e 6 dhe në raundin e fundit. Gjithçka do të ndahet. 2 duele të tjera janë nga 10 raunde. Nuk beso do të kemi spektakël për të parë. 10 raunde. Në një mendje Erion për dy ndeshjet që do të përmbyllin këtë mbrëmje të madhe të boksit shqiptar. Sigurisht që Alban Beqiri do të kërkojë në këto 3 minuta që të mbyll gjithçka, do të kërkojë që të realizojë një tjetër fitore me knockout. Teksa pamë dhe momentet më të bukura të raundit të 5, jemi gati për 3 minutat e fundit, jemi gati për përmbylljen e kësaj sfide. Sfida e tretë nga fundi. Që një mbrëmje shumë e gjatë. Kemi nisur që në orën 18:30 në ekranin e Supersport Digital. Çfarë goditje është një pas njëshme nga Alban Beqiri. Do ta kërkoj më shumë se kur knocoutin në raundin e 6. Deri tani ka dominuar kundërshtarin. Mjaft mirë. Duket e thjesht ajo që bën, por nuk është as pak, më besoj Jurgen. Beqiri e bën të thjesht sepse pikërisht ka këto cilësi. Në insistimi Alban Beqirit për të marrë maksimumin përpara kohë. Tjetër kombinim goditjesh. Për boksirin Kuqezi. 29 vjeçari, i lindur në Tiranë. 8 fitore, 6 me knockout. Kërkon suksesin e radhës në boksin profesionist. Jemi në momentet e fundit. Ka nisur të reagojë edhe kundërshtarit. I duket sikur e kanë strategjinë gjithë kundërshtarët që në raundin e 6 nisin edhe ngacmojnë. Nuk e dalin në raundet e para. Tjetër iniciativë sërish nga Beqiri. Do që të kapet kolumbiani Joel Julio, por është i lodhur, mjaft mirë. I ka thënë disa goditje shumë të forta. Ka mbrojtësia e dhëmbëve. Nevojitet një ndërprerje e shkurtër. Matet koha. Edhe mbrojtësia e dhëmbëve ka me ngjyrat e flamurit kolumbian. Mos besoj se e kanë ndihmuar shumë sonte. Absolut. Ka fair play gjithsesi. Ajo çka nuk duhet harruar asnjëherë. Sa bukur e ka kapur atë majt. Fantastik, Beqiri ulet dhe ku ngrihet gjuhën të majta nënsore. Alban Beqiri, i pavdekshmi.
Ka mbështetjen maksimale të tifozëve në fundin e kësaj sfide. E ka patur gjatë gjithë saj, por kërkojnë fitoren në knockout. Edhe pse dyshoj shumë se kolumbiani ka merituar diçka nga kjo përballje në këto 6 raunde të tjera goditje. Alban Beqiri e majt e fort. 10 sekondat e fundit të ndeshjes. Jemi në limite, ndoshta mund të ketë kohë për një sulm të fundit. Alban Beqiri. Gjithsesi dëgohet edhe sinjalizimi përfundon dhe raundi 6, përfundon dhe raundi i fundit, ndërkohë që kolumbiani përshëndet edhe publikun, gjithashtu dhe stafin kundërshtar, ndërkohë që në të çaste jam miliona vite përpara dhe sot ka treguar që kjo lojë ka nivele. Ai që na ka treguar është The Immortal Alban Beqiri. Alban, e ke kërku knockout-in nga sekundi I parë I ndeshjes deri tek e fundit. E ke kërku me ngull, e ke kërku sepse e kishe detyrim për mbështetjen e zjarrt për gjithë Shqipërinë që përfaqëson. Si shkoi kjo ndeshje? Gjithmonë ku shkoj dhe shkel në sportin e boksit dhe në jetë, këto motivojnë gjithmonë. Të thëmë drejtën, unë isha përgatit për kundërshtar tjetër, ishte nga Lituania, por thyu dorën dhe por mos ngel pandeshje mora një boksier nga Spanja. Pra do që se din është një boksier me eksperiencë madhe, 36 fitore, 33 nokaute, I ndeshur në boxing në Amerikë, me kundërshtar si Canelo, Golovkin dhe ai është me eksperiencë. Mënyra ime do të isha teknik, por si që the dhe vetë, tifozëria nga njëherë të merë para dhe e thy teknikën. Do shta t'i kohë për mira për keq, por kryesore është që arrim fitore. Dua të falenderoj shumë për punën me trajnerin Saad Bushatin, me promotorin e ndeshjes time Mir Pepen, që e kam mik dhe familjar dhe përgjigje për të. Do të falenderoj sponsorat Leonard Kastratin edhe të gjitha ato që më suportojnë dhe kryesorin e këtij eventi I cili është Noizi, I cili I jep gjithmonë zjarr bashkëpunim boksit, pasi është edhe vetë që e vung të smundjet boksit, pasi është I tillë. Ju premtoj që ndeshjet e tjera do jem shumë herë më I mirë, sapo ka filluar uria për fitore, kam prapë ndeshje, do ju bëj gjithmonë krenar, do mundohem bëj më të mirën, o do humb si kampion, o do dal kampion. Ju falenderoj gjithëve. Për ata që nuk e din, a mund ta shpjegosh pak si ka lindur ideja e Immortal, I pavdekshmi, histori nëse ka ky nickname apo pseudonim? Në fakt,
ka nisur që i vogël me adres Facebooku, Albani Immortal, edhe duke parë që vetëm kampion, dhe jam pa humbi në Shqipëri dhe në Ballkan, edhe kjo do thotë që jam Immortal dhe do ngelim legend. Mendoja dhe kemi thënë koment me Jurgenin, ke shku në kampionat botror. Kampionati botror nuk është si në boks, servitesh vetëm për një ndeshje. Atje kanë qenë disa ndeshje. Ke hyrë ndeshjen e fundit i dëmtuar, i qarë, me dorë të thyer. Dhe mendoja mbosa kur ke fituar dhe atëherë që ishe i dëmtuar, atëherë mendoj që mund t'ja kesh vënë emrin The Immortal. Është edhe kjo, pasi ai kampionat ngelet një kujtim i bukur gjatë gjithë jetës time.